shqiptarët, përfshi dhe Tiranën zyrtare, nuk po janë në gjendje që t'i përshtaten këtyre kushteve të reja që janë krijuar me një qasje të re. Si duhet të jetë kjo qasje, për shembull, minimumi një interesim formal të paktën nga Tirana, qoftë edhe në formën e një NGO, ku diun, se kush, duhet të tregojë një interesim për çfarë ndodh në Maqedoni. Jo sikur ato që ndodh në Maqedoni është në kozmos apo mbrapa hënës. Po çikosh, unë s'kam parë, keni parë juve në një... Po, kam mbështetur, që Ministria e Jashtme edhe e kam mbështetur protestën e studentëve. Edhe ka deklaruar, po. Okej, mua më duket shumë pak. Domethënë... Po, është delikate kjo, ja? Le të jetë sa dojë delikate. Domethënë një shtet si Shqipëria që ka humbur identitetin kombëtar dhe nuk kërkon as komisioner dhe as të drejtë vote dhe nuk ka më politikë të jashtme, patjetër që kështu do sillet. Dhe unë propozoj, insistoj që Shqipëria të ketë një politikë të jashtme ku faktori shqiptar në rajon të jetë një nga shtyllat kryesore të politikës të jashtme. Dhe nesër pas nesër, për të rënë fare shkurt, në qoftë se ka një qëndrim me BE-n që bie në kundërshtim me interesat e Kosovës, unë do i thosha BE-s, faleminderit shumë, deri tu shkojmë bashkë se unë jam me Kosovën. Pra, do duhet kishte një qëndrim shqiptar. Tirana është i larg kësaj, Prishtina është më afër kësaj dileme. Ju thoni që në Kosova duhet ta zgjidhë këtë dilemë këtu? Ne do të jemi të parët. Se për shembull Kosovë, dialogun me Beogradin ja kanë vënë kusht Brukseli. Ka thënë, nis dialogun me Beogradin që të ecësh në integrim. Albin Kurti thotë, jo, e ka hedhur në tera dhe për arsyet e veta politike, por në këtë moment ama duhet bëj këtë që thoni ju. Dalje thotë që ne s'na intereson integrimin evropian përpara sovranitetit të Kosovës. Ne jemi shumë të turpshëm dhe të rezervuar në shprehjen e solidaritetit, mbështetjes, ambicjeve tona për të mbrojtur shtetasit bashkomasit tanë jashtë, sepse me njëherë mund të vijemi në akuzën e Shqipërisë të madhe dhe jemi në kanë si shpreh, s'po më vjen fjala. Kompleksuar kaq shumë, sa që nuk zguzojmë me fol, ndërkohë që nuk të thot njëri gjë në Bashkimin Evropian apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Hënë, kudo që t'jesh, që thuash gjëra që janë në përputhje me konventat ndërkombëtare, me drejtën ndërkombëtare, me gjithë. Dhe kjo lloj shmangje e përgjegjësisë nga Shqipëria më duket sigurisht më shumë në shërbim të këtyre që janë në pushtet, se sa në shërbim të kombit shqiptar. Në pushtet këtu po thonë, të qeverisë në shkuptim. Në kuptimin që mos aprish shefi me Brukselin dhe me Washingtonin, se parece si mund të merret. Sepse këtu dalin te prioritetet, ambasador. Kjo nuk ka lidhje kush është në qeveri. Këtu ka lidhje me prioritetet. Do zgjidhim temi është prioritet, dilemë, ta quajmë si duam. Pra, kemi probleme këtu, kemi probleme atje, por ndërkohë kemi dhe integrimin evropian. Ju thoni që duhet ndryshojmë prioritetet? Po. Shiko, shqiptarët aty kanë parti solide. Mund t'i bia shumë gjatë përgjigjes, po i bia se edhe unë duhet të ndryshojmë prioritetet. Po. Sokol. Pra, mos ta kemi integrimin evropian prioritet tonë. Jo, në radhë parë çështja kombëtare, Sokol, atje sepse çështja kombëtare na çon ke integrimin. E para shqiptarët janë shtet formues dhe kanë partitë konsoliduara, kanë një traditë demokratike dhe për vërtetë se unë njëri që kam dhënë mësim atje dhe kam qenë angazhuar edhe në fushata, mund të them që organizohen zgjedhje më mirë se këtu, edhe rezultat dalin brenda ditës. Pra në këtë aspekt shqiptarët atje kanë formacione politike të konsoliduara, edhe kanë të kaluar dhe kanë arritje. Pra mënyra si ka avancuar, ka evoluar nga 2001, dhe tutje është e jashtëzakonshme, është transformim radikal. Këtu problemi thelbësor kemi një ndërhyrje që bën Prishtina, së pari njëri duke mbajtur anë, pra duke humbur edhe dimensionin epror moral të neutralit edhe ndikimin, por duke mbajtur krah, dhe e dyta duke u sjellë si patron, dhe e treta duke i trembur. Po mirë, po ambasadori thotë ka prioritet tjetër. Por unë jam duke thënë të kundërtën. Unë jam duke thënë që atje duhet që qasja e kryeqyteteve të jetë një qasje shumë e balancuar në respekt të gjitha palëve, mos më marr krah. Se është e njëjta gjë që ka bërë edhe me Luginë e Preshevës, ku është bërë palë në vend që të ndikojë për bashkimin e faktorit shqiptar, rakordimin për qëndrimet përbashkëta, siç e ka bërë për shembull platforma e Tiranës këtu para një dekade. Ne kemi parë të kundërtën, ne kemi parë që i ka përçarë më shumë, i ka polarizuar më shumë dhe me një krah ka qenë de facto lideri i partisë. Jemi duke mbyllur, edhe do hyjnë 2-3 minuta borxh se Sali Doçi të programit vet. Emilio, dilema që diskutova unë me ambasadorin. Integrimi apo çështja kombëtare? Shikoj, unë shoh në aspekt tjetër. Jemi në një moment, ashtu siç e the dhe ti, që jemi deciziv. Dhe çështja e integrimit është prioritare. Dhe kanë vendosur të gjitha këto vendet rreth edhe faktori shqiptar brenda këtyre vendeve që e sheh integrimin, do thoshja unë, prioritar. Dhe në këtë aspekt unë e shoh në një do thoshja në një rafsh tjetër. Atë integrimin dhe fuqizimin e faktorit shqiptar që thuhet, e shoh më shumë brenda Europës se sa në mënyrë të veçantë dhe akoma më shumë duke patur parasysh
ato që është nacionalizmi dhe sa lehtë mund të marri flaka i nacionalizmi brenda këtij rajoni në të cilin jemi. Rajonit tonë. Nëse do jemi brenda një strukture, megastrukture, siç është Bashkimi Evropian, të gjitha amortizohen dhe vjen në vendin e zjarri në çdo cep. Çavit. Mickovski është pasardhësi i Gruevskit. E ka tradhuar faktikisht, po. Gruevski paktën kishte me NATO-n, me Greqinë, me ato, me shqiptarët nuk hapi shumë probleme. Shqiptarët arritin ja morën ato që ki garantu në marrëveshjen e Ohrit. Loja që po bën Mickovski është një lojë shumë e rrezikshme në këndvështrimin tim në Maqedoni. Sa që do të rëndisin nëse do të lejohet, qoftë nga faktor, nuk po them nga faktori shqiptar se ai se dëgjon, po qoftë do të lejohet nga aleatët, ai do të krijojë një problem zakonshëm në sigurinë. Unë nuk kam dilema me Maqedoni, po në sigurinë më gjerë në Ballkan. Xhavit, unë nuk kam dilema me Mickovski. Unë kam dilema me ne, me tanët. Shive çfarë foto ke nga brava. Unë kam dilemën me ne. Nuk e kam dilemën me Mickovski, është i qartë në linjën e vet. Është i qartë. Unë nuk do ta mbështesja idenë që Kurti punon kundër interesave të shqiptarëve. Unë thash dilemë. Nuk do ta kam dilemat me ne. Kurti ti duan ja 30.000 vota që i kanë shqiptarët e Maqedonisë, si duan tashin këto zgjedhje tani. Se mund të ndryshojmë pak raportin. Si gjithë shqiptarët, si gjithë kryetarët e partive shqiptare që luajnë me votat, Po ti mund lush me votat. Ti mund lush me votat, nuk mund lush me fatet e një kombi. Unë një tendencë e Kurtit për të bërë lider gjithë shqiptar, se sa për të përqarë shqiptarë. Ore, se sa lider shqiptarëve ja tregun shqiptarët aty në 2017-ën. Po problemi këtë 2021-shin. Ja tregun se sa vota merr ai në Shqipëri. Ndoshta për mënyrën se si ka approachin që ai ka. Më shqetëson shumë mënyra se si, po domethënë ata kanë një problem bullgar, e kanë shumë të madh problemi bullgar, saqë nuk e di se si do ta çajnë. U përmbys ai dhe u përmbys Gruevski dhe hyrin në NATO me Greqinë. Tashve e kanë në Bullgari, kanë Bullgari në 94 me Berishën, kanë qenë kur me shqiptar do kenë problema akoma më të mëdha. Zhelevin se donin marrëveshjen me dy gjuhë. Dhe tha Zhelevi si dy gjuhë. Me shqiptarët do kenë problema akoma më të mëdha. Maqedonia ekziston se ekziston shqiptarët, fal shqiptarëve. Kjo është kategorike dhe loja që po bën ai është shumë e rrezikshme. Dhe mund vjen shumë keq që problemi është që më ushqyn neve. Mos ta ushqejnë neve, kjo është problemi. Problemi është që edhe aktorët të interesuar për sigurinë në Ballkan, jo vetëm Maqedoni, por në Ballkan edhe më gjerë, deri tash nuk i kanë bërë ndonjë reagim. Kurse problemi shqiptar ne nuk mund ta zgjidhim. Shikoj, nuk mund të unë do doja që gjithë shqiptarët bashkoheshin në një shtet. Patjetër. Nuk arrit kjo. Po bashkohemi në Bashkimin Evropian. Ne kemi objektiv shtetëror. Po hymë në BE, gjithë shqiptarët kudo që janë për herë të parë në një strukturë, në një kupol politike, që është BE-ja. Xhavit, se duhet ta mbyll tani. Mua sa herë më vjen kjo ide